Tani, gjatë ditës djeshme dhe gjatë natës ka pas reshë shiu me intensitet shumë të lartë, dhe që në fakt ky lumi që shohim këtu është një ndër lumet më problematik që mund të ketë në zonën e Mirditës për sa i përket inerteve që mbart për gjatë saj, dhe që vazhdimisht shkakton probleme të mbylljeve të turbinave apo të dëmtimit të urave. Jo më larg se para 3 ditësh po të njëjtën situatë kishim kuptimin që ishin të bllokuara turbinat. Tani duhet ulet pak sa intensiteti i ujit sepse është shumë i madh dhe përbën vështirësi edhe rrezik edhe për ata që ndërhyjnë. Kështu që duhet presim pak uljen e intensitetit, besoj se brenda ditës sotme dhe të zhbllokojmë turbinat, të bëjmë të aksesueshme ndërhyrje. Kjo është një lagje me afërsisht 20 familje. Njëkohësisht është një lumë që përshkon rrugën kryesore 3 herë, pra duhen 3 ura për ta shpëtu nga izolimi i përhershëm. 3 ura që ka bën shumë të vështirë me fondet e bashkisë për t'i ndërtuar. Momentalisht kemi në projekt 1 nga urat me fondet e këtij viti për ta ndërtuar dhe pastaj gradualisht gjatë viteve të tjera të shohim mundësitë ekonomike. Besoj se brenda vitit fillojnë punimet për njërin nga urat. Do të shohim se si mund gjejmë mekanizmat qoftë edhe me turbina më të mëdha apo me ushtrinë se si mund ta gjejmë zgjidhjen për mos patur probleme të vazhdueshme. Pjesë të tjera të Mirditës nga kontaktet që kemi me administratorët apo me punojës të tjerë të bashkisë nuk kemi problematika të bllokimit. Fani është vazhdimisht një nga zonat më problematike për sa i përket lumeve dhe dëmeve që shkaktojnë në rrugë të kryesore të fshatrave, që don vazhdimisht një flotë të bashkisë që qëndrojë, të remetojë, të rregullojë, që ndërhyjë në mënyrë emergjente.